Ju do ndaheni në 3 grupe, secili nga ekipet përfaqëson 3 shije të ndryshme të sa i ke bon. Ka 3 raunde në total. Në momentin që kryefermeri bën pyetjen, grupet duhet të përgjigjen me njëherë. Indri vlerëson grupin që i është përgjigjur sakt dhe më shpejt pyetjes. Grupi fitues është i lirë të shijojë nudelsat që ka përgatitur. Grupet humse të shtojnë salcë pikante në nudelsat e tyre. Kompania Teuta ka vendosur të shpërblej grupin fitues me një udhëtim 2 ditor në Itali. Pesto Tigullio. Si do ju vrasin. Sa i ke bon? Lojën e bon. Bravo, Henry! Pyetja numër 1 është, çfarë janë noodles? Makarona aziatike. Po me tash e para. Në cilin vend është popullor yakisoba? Japoni. Iliri. Bravo! Çfarë lloj mishi ka manzo? Vici. Bravo! Raundin e parë e fiton grupi Kuq. Sa minuta duhen mesatarisht për të përgatitur instant noodles? 3 Cila shije Psycho Bon Noodles është vegetarian friendly? Bravo, Kostana. Raundi 2. Cili është rekordi për nudelsat më të gjatë të përgatitur ndonjëherë? 4 metra. 3 kilometra. Fituam. Ishim kaq që bukur, kaq fair. Ishim më sa i ke bon. Ishim shumë strategë. Ishim strategë. Të shpejt, të shishëm. Shumë të vendosur për ato udhëtimin në Itali, e donim si grup patjetër një udhëtim. Sa ke bon, lojën e bon.